Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Unë po ju lë juve dy gjëra me peshë të madhe për rëndësia. Nëse ju do të kapni për këto të dyja, nuk do të humbisni kurrën e kurrës pas meje. Njëra prej tyre është më madhështore se tjetra, libri i Allahut, një litar që zgjatet nga qielli në tokë, dhe e dyta pasardhësit e mi ehli bejtim. Ata nuk ndahen derisa të kthehen te haudhi, burimi i Kautherit. Prandaj hapni syt se si do të më kundërshtoni mua me këto të dyja. Hadithi gjendet në Al-Khasaisu in-Nisa'i, Musnad Ahmad, vëllimi 3, Sahih Muslim, vëllimi 7, Ad-Durr Manthur i Sujutit, vëllimi 2.